Eksperti i kriminalistikës Ervin Karamuço komenton deklaratat e ish-kryeministrit Sali Berisha, i cili theksoi se do të bëhet një reprezalie për të gjithë efektivet e policisë që kanë mbajtur kontakte me krimin e organizuar. Ai thekson se këto deklarata kanë karakter fushate dhe ka prej tyre që i besojnë, por edhe ata që nuk bien dakord dhe hedhin poshtë këtë ide. Po ashtu Sali Berisha sulmoi edhe SPAK-un, më tej eksperti i kriminalistikës pohon se krahas politikës edhe SPAK ka zgjedhjet e tij, pasi kryetares BK-s i ka mbaruar mandati dhe ka shprehur vullnetin për të rikandiduar. Këto janë retorika të një fushate, kanë mbështetjen e tyre, ka edhe nga ata që i kundërshtojnë. SPAK do vazhdoj me shpresën sepse këtë vit vërtet ka fushat politike, por ka fushat edhe SPAK. Largohet drejtuesja e BK-s, ka plotësuar mandatin, madje ka dorëzuar kërkesën për të rigaruar përpara disa ditësh dhe i kanë thënë prit se nuk është hapur akoma, thot ai. Referuar burimeve të tij, eksperti Karamuço thekson se drejtuesja e BK-s ka pasur përplasje me drejtuesin e SPAK-ut për shkak të keqkuptimeve në dispozitat ligjore. Madje siç thon Karamuço, ka pasur tentativa për ta shkarkuar nga detyra, gjë e cila është shmangur edhe nga qëndrimi që kanë pasur ndërkombëtarët. Nga informacionet që kam dhe nga burimet e mia, ka pasur disa raste ku ka pasur përplasje midis BK-s dhe prokurorisë, madje disa herë janë shkaktuar edhe nga keqkuptimet e dispozitave ligjore, se çfarë dallimesh ka u që nga hetuesi i BK-s dhe a mbetet BK një paradhom e prokurorisë së posaçme. Kjo ka çuar në përplasje të mëdha dhe tentativa për ta shkarkuar, por sigurisht edhe me qasjen që kanë pasur ndryshe ndërkombëtarët, një gjë e tillë është neutralizuar. Rizgjedhja e saj për mua duket e pamundur, paralajmëron Karamuço.